Mirë se erdhët, zonja dhe zotrinj, jemi drejt për së drejtin ekranin e Top Channel në Top Talk Economy. Nga sektori bujqësisë duket se vjen një lajm i mirë. Ministria e Bujqësisë ka njoftuar se është në proces në zhbllokimin e fondeve të IPAR Treshit. Bëhet fjalë për 147 milion euro fonde, ndërsa aplikimet do të hapen 6 mujorin e dytë të këtij viti. Po ashtu, këtë vit do të ketë ndryshime edhe në skemën kombëtare që ka në fokus blegtorin dhe do të mbështesë të rinjt si dhe fermerët që qëndrojnë larg pesticideve. Për të folur në lidhje me këtë temë, kam të ftuar në studio zotin Irfan Tarelli, këshilltar pranë Ministrisë së Bujqësisë. Mirë se erdhët në program. Mirë se u gjeta, faleminderit. Gjithashtu kam edhe Rudina Muçën, gazetare, kolege Top Channel. Mirë se erdhe Rudina. Përshëndetje Tona, kënaqësi. Mirë, le t'i hedhim një sy në fakt grafiku që ne kemi përgatitur sa i përket fondeve të IPAR Treshit. 112 milion euro fondet e BE-s dhe totali 147 milion euro. Mirë, zoti Tarelli, flasim për skemën kombëtare. Në fakt është publikuar dje edhe në një konferencë të zgjeruar për mediat nga ministri. Pse është vendosur që 2026 të jetë viti blegtorisë? Tani, para se të fillojmë të shpjegojmë disa elemente që po diskutojmë për skemën kombëtare, unë dëshiroj të bëj me dije se në dallim nga vitet e mëparshme, si vjetë është zhvilluar një proces dëgjesash dhe konsultimesh me fermerët, i drejtuar nga vetë Ministri i Bujqësisë, ku në gjithë vendin ky proces, mbi 23 takime të zhvilluara, ku fermerëve ju dha mundësi të shprehojnë pikpamjet e tyre mbi skemën ekzistuese, mbi kërkesat që ata kanë për skemën kombëtare të vitit 2026, por për të bërë edhe sugjerime konkrete për masa të reja, përmirësim procedurash dhe aspektet tjera që lidhen me zbatimin e skemës së re kombëtare për këtë vit. Ku do të përqendrohet skema për këtë vit? Ende ne nuk kemi një draft të miratuar, sepse në përputhje me legjislacionin fuqi, drafti përgatitet nga Ministria e Bujqësisë dhe përfundimisht miratohet nga Këshilli i Ministrave. Në këtë kuptim, tregojmë disi të rezervuar para këtij procesi miratimi, sepse draftet shpesh edhe psojnë ndryshime të pjesshme ose modifikime, le të themi, në përputhje me kontekstin më të gjerë të planifikime buxhetore ose edhe mbajtjes konsiderat me instrumenta të tjerë mbështetës. Gjithsesi, nisur nga kërkesat e fermerëve, por edhe në një kontekst më të gjerë, dhe shkurtimisht më lejoni ta shpjegoj pse skema kombëtare është e lidhur me këtë kontekst, në dallim nga vitet e tjera si vjet fillon një instrument i ri i politikave fiskale që ka të bëjë me kompensimin e TVSH-s për vlerën e inputeve që fermerët përdorin në procesin e prodhimit. Çfarë nën kupton në mënyrë më të thjeshtë? Pra, mekanizmi që tashmë është i miratuar edhe i kaluar nga Parlamenti dhe ka filluar nga zbatimi që në datën 1 janar, nënkupton që fermerët që dalin në treg, pra që kanë një nip të fermeri, dhe shesin produktet e tyre bujqësore apo blegtorale, te një pikë grumbullimi apo përpunimi, apo edhe një agroturizëm, të cilët gjithashtu duhet jenë subjekti të TVSH-s, kanë drejt të rimbursohen në masën 10% të vlerës së faturës së blerjes, ose autofaturës quhet. Pra, ky është një instrument i pa aplikuar më parë, po që vjen në dobi të fermerëve dhe është një mbështetje drejt për drejt për uljen e kostove të prodhimit të tyre. Skema kombëtare duhet ta konsiderojë këtë fakt. Kemi nga ana tjetër një instrumentin e kredive të buta, i lançuar që vitin e kaluar nga Banka e Shqipërisë dhe nga bankat e nivelit 2, ku Banka e Shqipërisë ka vënë dispozicion për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 250 milion euro me norma të ulta interesi. Nga ana tjetër, buxheti i shtetit ka vënë në dispozicion një fond garancie prej 3 miliard lekësh, ose diçka më shumë se 30 milion euro, për të mbuluar, për ta përdorur së pari që nga fermerë dhe njësitë e agrobiznesit, për të përfituar kredi me norma interesi 2%, pra që është një normë interesi shumë e ullët,
dhe fondi garancisë mbulon 70% të kolateralit kredis. Pra, edhe ky është një faktor që duhet marrë në konsiderat. Në këtë kuptim, skema kombëtare bazohet, pra, si që thamë, në kërkesat e fermerëve, në nevojat prioritare që ka sektori, po unë desha të theksoj edhe një element të tretë që nuk ka qenë prezent në vitet e mëparshme. Si që dim gjithë, hapja e negociatave për kapitujt, ku përfshihen edhe 3 kapituj që ka bujqësia, pra që është bujqësi dhe zhvillimi rural, që është kapitulli 11, kapitulli sigurisë ushqimore, që është kapitulli 12, dhe kapitulli peshkimit dhe akvakulturës, kapitulli 13, kanë, si të thuash, edhe një sër kërkesa, imponojnë një sër kërkesa, ndryshime legislative, por jo vetëm, që ne duhet të fillojmë ti parafrojmë ato me një shpejtësi sa tjetë e mundur dhe më të madhe. Pra, ky është konteksti ku skema kombëtare e mbështetjes do të aplikohet si vjetë dhe do të marrë në konsiderat këtë realitet, le themi specifik për vitin 2026. Mirë, Rudina, në fakt duket se lajmet në lidhje me bujqësinë dje pushtuan të gjitha mediat. Çfarë vlen të theksohet si diçka e re dhe patjetër përmendim së bashku edhe nga pikpamja e këndvështrimit tënd si gazetar këtë skemë të re? Atëherë edhe pse zoti Tarelli munduat që të jetë pak diskret, duke thënë që nuk dua të jap detaje për skemën kombëtare, ajo që bëri lajm dje në të gjitha rrjetet është se për herë të parë Ministri i Bujqësisë Sandi Salla tha që do mbështeten të rinjt nga 7 deri në 10.000 euro. Kryesisht ky fond do të vi për ata që do merren me blegtorin. Por duhet kemi parasysh që një praktikë e tillë nga burimet që kam nuk është se do të jepen para, por do të jepen gjë të gjatë dhe do të monitorohen se sa realisht do të merren këta blegtor të rinj me blegtorin. Mosha ishte nga 26 deri në 35 vjeç. Një tjetër risi është se Ministri Salla tha se në datën 9 mars është në Bruksel për të folur për IPARD-in, por unë do doja që ne mos të nxitonim për lajmin e madh që u hapen fondet e IPARD-it pa e thënë më parë këtë bashkimi evropian. Pasi, këto negociata, këto bisedime kanë kohë që kanë nisur, edhe pse Ministri premtoi që brenda vitit do të jenë të hapur. Ndërsa përsa i përket këtyre ofertave financiare që zoti Tarelli po flet dhe po e thot me të madhe, unë dua të them që kredia e butë nuk është një risi, fondi garancisë nuk është një risi. Madje dua të them që edhe sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, pikërisht sektori i peshkimit, bujqësisë dhe pyjeve pati një rënje të kredisë. Përse nuk funksionoi kredia e butë? Çfarë ndodhi? Përse nuk shkoi kjo garancia sovrane deri tek fermerët? Një gjë të tillë e pranoi dhe kryeministri në një nga dëgjesat që u that me fermerët, e ka thënë në Fier, e ka thënë dhe më parë, edhe dua të them që pikërisht kjo garancia sovrane ka nisur që me ministren Anila Denaj. Dhe duket që nuk arriti do të përthithej nga fermerët, që problemi që bankat e niveli 2 nuk arritëm do t'i bindim, apo pati një qasi tjetër fermerët nuk janë kaq shumë të përgatitur për dosje të mëdha për të bindur bankat që ne jemi gati të investojmë dhe duam të marrim kredi. Tarelli, në fakt e sheh nga pikpamja tjetër, kolegja Muça, të gjithë këtë propozime të reja apo lajme, duket se nuk kanë funksionuar shumë skema e kredive. Nga ana tjetër, më bëri shumë përshtypje fakti i ndihmës së të rinjve 25 deri në 35 vjeç, me vlerë deri në 67.000 euro, që do të përkthehet në gjë të gjallë. Është më mirë kjo si zgjidhje dhe a mjaftojnë kaq para? Nëse mund të komentoj shumë shkurt për instrumentin e garancisë. Do doja pak sovrane. fondin e garancisë, ju lutem. Përse nuk funksionoi një vit më parë? Duhet të theksojmë që ky instrument është një instrument i ri që po aplikohet për fermerët tanë me norma interesi dhe me këto lehtësira që krijon. Natyrisht ai do edhe kohën e vet të prezantimit dhe të absorbimit si instrument. Ajo që ne kemi evidentuar ka më tepër nevojë për informim fermerëve, përgatitjen e dokumentacionit dhe projekteve të mira, sepse banka natyrisht do të zbatojë kriteret e veta, cilat janë strikte, dhe këtu ka ende hapësira për të asistuar dhe përmirësuar procesin, por nga ana tjetër
edhe një farë fleksibiliteti më i madh nga vetë bankat për të kuptuar situatën e fermerëve dhe për të adresuar në mënyrë të përbashkët të sfida. Në këtë kuptim edhe para 10 ditësh, pra u organizua një takim i përbashkët edhe me bankat dhe Ministrinë e Financave për diskutuar bashkërisht dhe për të dakordsuar hapat në vijim. Po gjithsesi ne mendojmë që ky është instrumenti i dur që do t'i shërbejë fermerëve, sidomos atyre që marrin kredi, që kërkojnë të marrin kredi për, le të themi, investime si në rastin e skemës kombëtare të vitit 26, e cila një komponent të rëndësishëm të saj e ka mbështetjen e projekteve të investime me grant, që do të thotë, nëse një fermer ka aplikuar për një vlerë X, do themi euro apo lekësh, a i merë 50% grant nga skema kombëtare dhe për munges likuiditeti, a i drejtohet bankave për të mbuluar pjesën tjetër. Pra, kemi një kombinim instrumentash dhe kështu ne garantohemi që ajo që është parashikuar në skemën kombëtare si masë mbështetëse, do të bëhet realisht efektive edhe duke kombinuar, si shtash, këto dy mekanizma që nuk përshkojnë gjithë këto oferta tek fermerët, po plotësojnë njëri tjetrin. Ndërsa, për masat e reja që janë propozuar nga fermerët, po edhe masat të tjera që vinë natyrshëm për t'ju përgjigjur prioriteteve zhvillimore që ka sektori, siç është dhe masa e të rinjve, është ende në diskutim modalitetet, procedurat që do ndiqen, sepse ka disa mënyra për t'i mbështetur të rinjt. Për shembull, ata që krijojnë një biznes nga e para dhe plotësojnë dhe kushtin e të rinjve, por ata që janë aktualisht në biznes dhe mund t'i mbështetës për, le të themi, elemente caktuar të një investimi, por mund t'i mbështetës edhe me pagesat direkte, duke vënë një vlerë më të madhe se sa përfituesit normal. Dhe këto qëllimi së pari është që të injektosh mbështetje të rinjt për të injektuar qëndrueshmëritë sektorit, pra ke investuar me fjalë tjera për të ardhmen e këtij sektori, dhe e dyta të pasqyrosh nëpërmjet kësaj mase mbështetëse një prioritet specifik dhe një nevojë specifike që ka një degë apo nën degë ekonomisë siç është blegtoria. Dhe është një mendim i përgjithshëm, jo vetëm nga fermerët, por edhe nga komunitetet të tjera, që ne kemi nevojë për më shumë mbështetje për blegtorin, pasi ngelet një nga prioritetet e zhvillimit bujqësor dhe blegtoral të vendit, si thua, prodhimi blegtoral, për vetë specifikat që ka vendi jonë, por edhe për nevojën e madhe që ka tregu jonë, tregu i brendshëm, sidomos tregu i brendshëm për produkte bujqësore si që janë qumshti freskët në produktet ti, por edhe për mish. Pra, përderisa kemi treg të brendshëm, kemi dhe një përvojë, le themi, blegtorësh. Dhe natyrisht e kemi dhe prioritet për këto arsye që thamë, atëherë skema mendon ta fokusoj, ta vendos në vëmendje jo vetëm sektorin blegtoral, po edhe nëpërmjet një mase tjetër që janë të rinj.